Në ambientet e Institutit Albanologjik të Prishtinës, është mbajtur një akademi përkujtimore me rastin e 5 vjetorit të vrasjes makabre të ish ushtarit të orëve të para të ushtrisë qërimtare të Kosovës, Qerim Kelmendit. Në këtë ngjarje përkujtimore morën pjesë familjar, bashkëluftëtar, përfaqësues të institucioneve dhe figura të njohura të jetës publike, të cilët nderuan kujtimin dhe veprën e tij. Gjatë akademisë u vlerësua kontributi i jashtëzakonshëm i Qerim Kelmendit në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe u shprehën kërkesa për zbardhjen e plotë të rrethanave të vrasjes së tij. Kjo akademi përkujtimore u organizua nga Shoqëria Lëvizja, organizatat e dala nga lufta e UÇK-s dhe shoqata të burgosurve politik. Antari i kryesisë nga shoqata e të burgosurve politik, Binak Ulaj, tha se kontributi i Qerimit për lirinë e vendit ishte i madh, por që zbardhja e vrasjes së tij nuk ndodhi kurrë. Sot u bën 5 vjet dhëmbje e brengosje për mos zbardhjen e vrasjes nga prita e Qerim Kelmendit, tani heroi i Kosovës. Ai ka lindur në një familje adhetare e cila ishte e detyruar të braktisë troje të gjyshërve në fshatin Vunthaj të plavës së Gucis për të shpëtuar dhunës së egër të pushtuesve malazeze serb që bënin krime me përmasa gjenocidi me qëllim të pastrimit etnik të viseve shqiptare të pushtuara me zjarre hekur. Kjo familje, bashkë me mallin për vendlinje, do të ruaj edhe traditën e besës së trimërisë, nga se besës së trimërisë t'i pare këto që do t'i kultivojnë të fëmijët e tyre, edhe prindërit, Haxh Vunthi e Loke Madhja Noke i Berdemaj. I rritur dhe i edukuar në këtë frym, Qerimi që në moshë të re do të ndjek shembullin e vllaut Ibrahimit, të Axhës Shabanit e të Muhamedit. Të entuziazmuar nga jehona e demonstratave të vitit 1981. Në muajin prill të njëjtit vit, Qerimi, Kastrioti, Saliu dhe Akili, që të gjithë të familjes Kelmendi, do të bojkotojnë mësimin në shkollën fillore të fshatit Glaviçic dhe do të brohorasin parulla në përkrahje të demonstratave të vitit 1981. Ndonë se ishin vetëm 13 vjeç, do t'i arrestojnë e këtë shtrajtojnë. Po atë vit, do të arrestohen edhe vlezërit e Qerimit, Zëneli, Ademi, Osmani, kushëriri Dukaxhini, kurse kushëriri tjetër Muhameti do të arrijë të kalojnë në prendim. Përndjekja Qerimit dhe vlezërve të tij nuk do të ketë të ndalur. Në vitet e 90-ta përsëri do t'i arrestojnë Qerimin, Zënelin e Dautin dhe motrën e tyre Ryven, e cila do të mbetet me pasoja. Por, tani ma rruga që kishte zgjedhur Qerim Kelmendi kishte vajtur shumë larg. Në periudhë vendimtare për Kosovën, Qerimi, bashkë me shokët e tij, do t'i përkushtohet organizimit të grupit Gueril, sigurimit e bartjes së armëve dhe do të marrë pjesë në aksionet e sulmeve me armë të stacioneve të policisë serbe e malazeze, në të cilat do të dallohet për shkatësi dhe guxim. Me që meritor për të folur për kontributin e tij në luftën shërimtare janë bashkëluftëtarët e tij, unë po i theksoj vetëm edhe 2-3 çështje tjera. Duke qenë kushëri e për më tepër edhe për shumë çka, i afër me vëllezërit, motrat dhe familjar tjerë të Qerimit, kom pasur rast të lexoj të përmbledhura në formë libri, shkrimet e tij të publikuara në rrjetet sociale që pritet të botohen. Nga këto shkrime, por edhe nga bisedat, kom pasur se Qerimin Tejmase e kanë indinjuar thellë, e kanë shqetësuar së tepërmi, veprimet që e kanë dëmtuar dhe vazhdojnë të dëmtojnë rend Kosovën.
po i përmendi për mbledhtasi vetëm pak prej tyre që i përjeton të Maserandi, me të cilat s'kishe si të mos pajtoheshe e që janë aktuale edhe sot. Që nga fillimi nuk është kuptuar se liria nuk fitohet një herë për gjithmonë. Për ruajtjen e forcimin e lirisë së Kosovës kemi ende shumë për të bërë. Duke mos e kuptuar këtë mësim historik, ende jemi të ndarë të përçarë, madje të ndarë edhe ata që i kishte bashkuar lufta dhe ideali liridashës. Se që rëndësi ka bashkimi, po i theksoj vetëm 2 raste në ngjarje historike. Me 18 këtij muajit u shënuan 145 vjetori i betejës së Nukshicit. Ajo betejë ishte fituar fal pjesëmarrjes së shumë luftëtarëve vullnetar nga shumë vise të dheut tonë dhe i kishte shkaktuar humbjen më të rënd malit të zi dhe i kishte kthyer mbrapsht, po them kushtimisht mbrapsht, vendimet e Kongresit Berlinit pra të fuqive të mëdha. Rasti i dytë, e kemi rastin e fundit të ushtrisë shënimtare të Kosovës, e cila u fitua fal pjesëmarrjes së luftëtarëve nga Anekandadheu. Dhe e treta, si tepër është theksuar, e po përsëritet, se na çliroi kjo apo ajo forcë e huaj, e dihet se në rrënjët e lirisë së Kosovës është gjaku i brezave të adhetarëve shqiptar, pra dhe gjaku i herojit Qerim Kelmendi, duke mos harruar me këtë rast edhe mundin e sakrificat e heronjve të mendjes, që pa të drejt nga njëherë s'po i përmendim sa duhet. Lavdi i jetës së veprës së Qerim Kelmendit dhe të gjithë atyre që kanë rënë për lirinë e përparimin e adheut. Në emër të OVLOQK-s mori fjalën Gazmen Syla, i cili tha se organizata e veteranëve të luftës posedon një listë të gjatë të luftëtarëve të lirisë që u vranë pas luftës. Nderuara familje Kelmendi, shumë dashur bashkëveprimtar dhe bashkëluftëtar Qerimit, i nderuar bashkëluftari ynë udhëheqës i luftës në pjesën tjetër të adheut, Ali Ahmeti, komandant zone Rem Bacigjavet, kryetari i familjeve dëshmorëve dhe gjithë ju të pranishëm. Me fol për Qerimin do të me fol gjatë, foli edhe para folshim, po të flasin e të tjerë. Qerimi në kryengritjen tonë për liri ka vend veçantë, emri i Qerimit e ka zonë vendin e veçantë, edhe zot harrohet asnjëherë. Kush ka prit që pas lufta jonë ka me qenë mirë, ka gabu, sepse Jugoslavia qëndroi gjatë në trojet tona, edhe e kemi prit që nuk kena me kalu edhe bashkëlet. Prandaj organizata veteranëve të luftës posedon një listë gjatë luftëtarëve të lirisë që na vranë pas lufte. Edhe fatkeqësisht në këtë listë gjatë është një numër i madh i konsiderueshëm i atyre djemve që na vranë s'morën vesh kush na i vrau. Në fakt na e kuptuam që na i vranë ata që nuk e dashnin lirinë, e nuk e dashnin Shqipëninë, e në mes Shqipënisë dhe Serbisë dashnin Serbinë më shumë se Shqipëninë, po atentatorët e tyre asnjëherë nuk i pam në bankët të akuzuarve apo gjykurëve që s'paku me koni lehtësim për ne edhe për familjet e atyre djemve që na vranë. Fatkeqësisht e dorë tradhtori s'ka me urrit asnjëherë në këtë vend, ky vend në Shqipëni, gjaku i Qerimit e Qerimeve të tjerë që i kem plot, s'ka më kujtu sot kujtohet flamuri Kuqëzi e 3 shunat e orta ushtria shqiptare e Kosovës. E kujtoshim për jetë Qerimin e gjithë ata që na vranë pas luftës në luftë. E për një fjalë rasti u ftua edhe Bashkim Osmani, antar i kryesisë së shoqërisë Lëvizja. Ai ftoi organet ligjvënëse të drejtësisë që të zbardhin ngjarjen e vrasjes së Qerim Kelmendit. Për kujtimet për të gjithë ata të cilët u lindën e u rritën në frimimin shqip dhe ecën e u ngritën po me këtë frym. Dhe ranë e u martirizuan për të mos vdekur kur në flamurin e kuq me shkabën 2 krenare. Na bëjmë që sot ne të mallëngjehemi. Por, njëkohësisht, na japin energjinë e dur për të vazhdu krenar dhe drejt synimeve tona, të parashtruara nga breza të tërë para nesh.
Edhe në këtë ditë, kur jemi mbledhur për të përkujtuar shokun, bashkëveprimtarin ton dhe tuajin Qerim Kelmendin Shpirtmadhin, në 5 vjetorin e eliminimit fizik të tij nga dora gjakatare dhe armiku. Me këtë rast, ftojmë organet ligjvënëse të drejtësisë të zbardhin këtë ngjarje për Qerim Kelmendin Shpirtmadhin. Një aktivist i lirisë kombëtare, i cili u dëshmua me veprimtarinë e tij qysh nga mosha e re e deri në vdekje si një meteor prej luftëtari të paepur për çlirim dhe bashkim kombëtar. Dëshmorët nuk vdesin kurrë, sepse me flimin e tyre për atë dhe janë amaneti që bartim ne shokët e tyre. Dhe duke ndjekur porositë e tyre, do i kujtojmë si të gjallë në ndërgjegjen kombëtare njerëzore, duke u apërcjell edhe brezave që vinë pas nesh. Do ta kujtojmë e nderojmë gjithmonë veprimtarinë e tij patriotike. Emri dhe vepra e adhetarit Qerim Kelmendi për çlirim me bashkim kombëtar do të jetë gjithmonë në kujtimet tona. Lavdi dëshmorit ta dheu. Për jetën dhe veprimtarinë e heroit, Qerim Kelmendi u ftua të marrë fjalën një nga shokët, veprimtarët dhe bashkëluftëtarët e tij, Blerim Muriqi. Të flasësh për Qerimin është vështirë sot, sepse jemi 5 vite pas rënies së tij dhe akoma nuk i kemi një zhurmë, përveç se asaj të ditës të diturës së përgjithshme që ai i prishi planët vetëm Serbisë, dhe Serbia duhet ishte urdhëruesi i vrasjes së tij. Kjo është bindja jonë, kjo është ajo që rezumon vepra jetësore e Qerim Kelmendit. Andaj, asnjëherë nuk duhet ta mendohemi se Serbia nuk ishte plani bazik i vrasjes së tij. Dhe i qindra dëshmorëve të tjerë, luftëtarë që u vranë pas lufte. Qerim Kelmendi, veprimtarisë adhëtare, ashtu si kur e njohim sot, e nisi me 2 prill 1980. Në moshën 14 vjeçare, veprimi i tij i parë ishte shkrimi i parudhës Kosovare Republik në shkollën fillore të Glavicicës. Po të shkohet në shkrimin e tij, ai ka shumë vepra të tilla. Vitën në vazhdim, ai nuk do të rresht të vej kontakt të gjitha në vendit, me që kishte një përparësi të madhe. Ishte i vllai i Ibrahim Kelmendit, të cilësuar nga Jugosllavët si armiku numër 1 i saj. Emri i cilit asë kohën e pemë rrëthin, shkonte nga goja në gojë, nga veshje në vesh, nga zemër në zemër, edhe ngrit të rinin për demonstratat e kohës. Në marsin e vitit 89, ai arrestohet pas protestave të fuqishme në Prishtinë. Qerimi u mbijetoi torturave dhe nuk dekonspiroi, as veprimtarin, as shokut. Pas një jetësie 6 mujore lëshohet pa fakte, i padënuar. Qerimi nuk foli më për rreziqet dhe vdekjen. Ai kishte mbaruar punë me to. Nga ky çast ndryshon edhe jeta e Qerimit. Ai tashmë kishte të hedhur hapin e jetës që do sillte luftën çlirimtare. Ai më nuk do të kapi i gjallë nga pushtuesi serb. Me Nipin Saliun dhe shokët Hysen Jasharin, Bayram Herisin, nga Bardashi dhe Lumni Ibrahimin ka frizoj, kishte formuar radhën çlirimtare të Kosovës. Ku më pas do të militonin shumë të rinj si Arben Kadriu, vëllezërit e lirë Adrian Krasniqi, Ramadan Kastrati, Nusrete Haxhiun, të cilin e përshëndesim me prezencën e saj këtu.
dhe disa të tjerë me të cilët e bëjnë realitet veprues organizativ a radhën shërimtare. Në fund janar të vitit 89, pak para arrestimit të qërimit, ata shkrojnë thirrjen për bashkim luftës shërimtare të radhës shërimtare të Kosovës dhe vendosin e hyrje të fakultetit. Ai thirrri të bashkoheshin në armë, këdo që takoj në rrugë, në tren, në autobus, në qytet, treg a në restoran, në të pa me dasma, në amfiteatre në konvikt. Diku kuptoj e në shumë vende keq kuptoj, por ai nuk e çonte kokën për atë që përshpresin tjerë njerëzit. Ai me vdekjen ishte marrur vesh, andaj ja kishte hapur portën që në krye të erës. Në vitin 90, grupi filloi bartjen e armatimeve që mund të gjendeshin nga rajoni i Rozhajës. Me që kapacitetat ishin të paktë, ca nga grupi kaluan në Shqipëri. Fillimisht në qytetin e Baramcurit, në shtëpinë e kushuririt e Ilirit të Adrianit, Taf Mahmutit, prej ku vite më vonë, përmes kruqësisë që kishte familja Besnik Tafës me Sulejman Berishtin, edhe krijuan bazat e Prifshit, si fillim për të pasuar dhe pastaj me Sopotin, Hoxhajt, të cilat nuk do të përshojnë se funksionori deri në shlerimin e plotë të Kosovës. Në Shqipëri asë kohë ishte zhvendosur edhe një pjesë e mirë e qetës së Llapit. Qërimi dhe grupi vënë kontakte me grupin e Labinotit, ku bëhet të pjesë shota e Llapit. Në bashkënjohje dhe ndërveprim, ai do të njihej përmes djalit të madh të plakut të Shishmanit, Astritit me Zair Pajzitin, me të cilin i karakterizon një shoqëri për një binomi të pandar, atentator të lindur. Nga ku i mbetet shoqërimi me Ilirkun Shefsin Mërgimin edhe dobësinë e tij jetësore. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, që ishte i pranishëm në këtë akademi, foli në superior për Qerim Kelmendin. Qerim Kelmendi i qetë si deti për shokët. Oqean i trazuar për armiq. Qerimi i ngjante një ylli që ditën nuk e shi. Ditën nuk duket. Me të rënë dielli del ylli. Yjet atëherë shihen. Qerimi ishte një yll paralajmërues dhe furnizues i luftarëve të lirisë, kompanive të para në Drenicë, të Akademia Shari, kompanive të para në Dugaxhin, si në Glogjan, e në vendbanimet tjera, i trazuar si oqean për hakmarrje, dhe atë hakmarrje të thellë për Luan Haradinaj, më vonë i ndodhi që i iku shoku një yll i ra Adriani për të vazhduar me Zahirin, Edmondin, që u shtua akoma trazira këtij oqeani deri në furnizimin e pjesës dërmuese të ushtarëve të ushtrisë qerimtare kombëtare me gjurmë të pashlyeshme nga vetë dora e Qerim Kelmendit edhe ushtrisë qerimtare kombëtare. Qerim Kelmendi ishte vërtet një yll i pavdekshëm. Dhe i tillë do të mbetet prandaj të gjithë ju, familjar, në radhë ti cuca e Qerimit, ti jesh krenare për baban që i kishte një shpirt të madh lirie. Lavdi e përjetshme Qerim Kelmendit dhe rrofshi e qofshi e tërë familja Kelmendi sot është përvjetori dhe i paharruar çdo përvjetor për Qerim Kelmendin. Faleminderit.
Në emër të familjes Kelmendi, mori fjalën Muhamet Kelmendi, i cili tha se rruga e qerimit ishte liria e vendit. Ai kërkoi drejtësi dhe shprehi dhimbje për humbjen e një njeriu që kishte dhënë gjithçka për vendin e tij. Është pak vështirë që unë në emër të familjes Kelmendi sot ju përshëndes të gjithëve. Por më ka obliguar familja që në emrin e tyre të përshëndes Aliun, komandant Remin, kryetarën e shtatës familjeve të dalë nga lufta, generalit, luftëtarët e lirisë, ata të cilët i dulën përballë në vitin 81, armiku Xhakatar. Dhe të përshëndes të gjithë dhe të falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen juaj sot këtu, që së bashku me ne në këtë 5 vjetor të përkujtojmë herojin e kombit ton, Qerim Kelmendin. Me lejoni që të them disa fjali për të cilat besoj unë se me qenë qërimin e jetë do të më thonë të thamë këtu para jush. Qërimi, Zairi, Luani, Adriani, Iliri, familja Redinet e të tjeret, komandant Remi, generali që është i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, komandant njeriu i parë i radhëve të tona të qytetit Hyseni për të cilën ne gjatë vrimtarisë tonë kemi pas në ballë të rezistencës sonë, të luftës sonë përgjithësi. Nuk e kanë realizuar atë qëllim, të cilin e donin këta gjatë kohës së tillë të luftës sonë. Nuk e kanë realizuar as qëllimin ushtria shqiptare e Kosovës, qëllimin përfundimtar. Pra ne na takon neve, ju takon juve, i takon gjeneratave të ardhshme që të vazhdojnë rrugën të cilën e filluan këta luftëtarë të lirisë, që ja kthyn pushkën armikut dhe na treguan se përveç punës, aktivitetit, veprimeve të ndryshme duhet edhe arma për të shiruar dhe për të arritur aspiratat historike të kombit shqiptar. Në emër të familjes Kelmendi ju falenderoj, ju na dha shpresë, na dha gëzim, na dha tërmi, që të vazhdojmë në të ardhmen rrugën të cilën e kishte Qërimi. Ju falenderoj të mirë nga zemra. Krejt në fund, u ftua Nimet Zeqiri, i cili interpretoi këngë për heroin Qerim Kelmendi, Plag e parë e lirisë. Janë bejes me roj vut janë, lindin i djal hero vigan, nga bab haqa e nana noke, një dalzoc i kesaj toke, pran flamurit e vabetimin, per me gëzu shqipe shlirimin, male kodra në kom kaloj, në bolt levizjes i fort qëndëroj, krenarie në barë këti vendin. Hej, shlirim tarë Qerim Kelmendi. Të shkolles, griti lartë eminin e Kosovës, ven pranë veren, studentore qdo veprim, i shkoj për dore, një ideal me shok pa frik, për Kosovën Republik, u të bashpeshe arestoj, në për burgje e torturoj, ja kërkun dhe vlla Ibrahimin. Hej, por s'kish forcë me trem Qerimin. Gjallërini ja studentar
studenëtore, për krakere e vatë minatore, militant në balt lëvizjes, u bashkë mbulli krije ngritjes, se liria s'vjen me fjall, shkau e do në veç plumin e ball. Kështu pa thonë që rime kelmendi, se pa luft s'ka liri vendi, me Arbenin dhe Adrianin. Hej, veç me pushk me mbrojt vatanin. Qalla pek mbi policin, sulmi par e trazoj Serbin, e pan shkijet se jemi të gjall, ishqerimi plage par ishte liris, u mjekun spital Shqipinis, sulmi dit mbi atë kliqin, vridhi kret Jugoslavin, ati kura Adrianin. Hej, umrojt vendi u zgju vatanin. Zot me kera si shpendit, qëndroj fort për krata demit, t'Adrianit dhe t'Zahirit, të mujs Luanit dhe t'Ilirit, 15 vjet dhe një munges, për shpirt madhin s'kisht penges. Keret familjen ja torturuan, por qerimin se likshtuan, logjistikën e në shien vor. Fjallën ko e pushken dore. Pas betejave çlirimtare, fillon luftat speciale, kundër luftarëve t'liris, s'ndalen çakojt e Serbis, mes natshkurti në vendlindje, atentat i bajnë pas shpinde, për me shduk gjurmet e krimit, ti me flak trupit qerimit, por haruan barbaria. Zvritën s'digjet kur lavdia, zvritën s'digjet kur lavdia. Qerim Kelmendi mbetet një emër i paharruar në historinë e Kosovës dhe për kujtime të tilla dëshmojnë se kontributi dhe sakrifica e tij nuk do të harrohen kurrë. Qerim Kelmendi u vra para 5 vjetësh dhe trupi i tij u gjeti djegur në veturën e tij në fshatin Zaq të Pejës. Kelmendin, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, e kishte dekoruar me urdhrin Heroi i Kosovës.